Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve i cilëson deklaratat e kryeministrit Edi Rama për pezullimin e Belinda Ballukut nga detyra e ministres e zëvendës kryeministres nga GJK si presion ndaj organeve të drejtësisë. Në një deklaratë zyrtare, shoqata tha se janë të shqetësuar dhe indinjuar ndaj qasjes së kryeministrit Rama, që ka zgjedhur të bëjnë ndaj kësaj problematike. Në petkun e ankesës, tha shoqata fshihet mesazhi presioni ndaj organeve që po shqyrtojnë çështjen duke i referuar gjykatës kushtetuese, e cila pritet të vendosë nëse do të kalojë për shqyrtim ankimimin e qeverisë për pezullimin e Ballukut, si dhe GJK-s që vendosi pezullimin e saj. Gjyqtarët theksuan se pavarësia e gjyqësurit mbetet gur themeli për shtetin e së drejtës, por mund të cënohet jo vetëm me veprime konkrete, por dhe me deklarata të tilla, si të kreu të qeverisë. Këto deklarata jo vetëm që shihen si kërcënim apo presion, por edhe ulin reputacionin e drejtësisë së publiku. Në fund, shoqata thotë se gjyqtarët i nënshtrojnë vetëm kushtetutës dhe ligjeve, ndërsa përsjellet dhe një thirrje për zyrtarët duke kërkuar që të respektojnë pavarësinë në vendimarrjen e tyre. I menjëhershëm ishte edhe reagimi i kryeministrit Edi Rama, i cili përmes një mesazhi të gjatë në rrjetin social X shpreh se shoqata e gjyqtarëve gabon nëse pret që ai të mos reagojë në një kohë kur është palë në proces. Po ashtu thotë se shoqata gabon nëse do të priste që të heshte edhe për kërkesën e tyre për rritje pash, që sipas tij është skandaloze duke rrëmbyer kompetencat e qeverisë dhe parlamentit. Gabon shumë shoqata e gjyqtarëve nëse pret që unë të mbyllgohen e të mos ndaj me publikun opinionin tim, as edhe kur jam vetë palë në një gjyq kushtetues për shkak se funksioni që mbuloj me votat të afër 1 milion shqiptarëve është goditur në pavarësinë e vet nga një prokuror e një gjykatës dhe rrezikon të gjymtohet për sot e për të ardhmen në shtyllën e vet kurrizore, shkruan Rama.